Shikues të nderuar, temë e edicionit të sotëm të albumit është një ngjarje që është zhvilluar me 5 shkurt të vitit 1992. Në të vërtetë, këtu në këtë xhami është mbajtur me vludi kushtuar Hafiz Ali Riza Ulqinakut, i cili në vitin 1878 e ka përkthye ai edhe ka lënë shumë mesazhe. As institucione kulturore, as fetare, me parë nuk e kanë prekur këtë libër, do thosha sigurisht të shenjtë që u la shqiptarëve trashëgimi. Art Klubi e morri këtë iniciativë edhe në saje të përkrahjes, se udhëheqjes së atëhershme të Bashkisë Islame të Malit e Zimën e krye Reisin Idris Demirović, si edhe të përkrahjes së Këshillit Komunal të Bashkisë Islame. Ju do ta ndiqni, këto ka personazhe, këto ka njerëz të cilët nuk jetojnë më, ose kanë qenë të rinj, kanë qenë fëmijë dhe sot janë babura që ndoshta për herë të parë e shohin këtë projekt që ka realizuar Art Klubi.
Ramazanin e agjinojnë dhe bajramin e festojnë. Ramazanin e agjinojnë dhe bajramin e festojnë. Për bajram presim kurban, pasuli ato që kanë. Kur e shenjtë mare madhe, kishë me qenë haxhin e Qabe. Kur e shenjtë mare madhe, kishë me qenë haxhin e Qabe. Esselatu esselamu alejke ya Rasulallah. Esselatu esselamu alejke ya Nebiyallah. Esselatu esselamu alejke ya Habiballah. Assalamu alayka ya Rasulallah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah. As-salatu was-salamu alayka ya. Vllazën dhe motra, kam kënaqësi të veçantë në erë e përgjegjësi të madhe se sot më ngarkoj një barë kaq e rëndë që në emër të besimtarëve, imamëve, këshillit të bashkisë islame të Turqinit dhe në emrin tim personal, në rastin e manifestimit të shërimit të veprës së madhe të Hafiz Ali Riza Gjinakut. Duke ju falenderuar shoqatës së artistëve, art klubit të Ulqinit, bashkësisë islame në Maltezi, sot po kujtojmë me këtë mevlid sharif këtë intelektual dhe alim të merituar të Ulqinit të lashtë që aq shumë e deshti edhe e nderoj. Hafiz Ali Riza Gjinaku bëra një punë të madhe fisnike në la trashëgim me vludin e përkthyer në gjuhën tonë të shenjtë në vitin 1879, në la fjalorin në shqip turqisht e shumë vepra të tjera që e spikasin këtë personalitet, këtë besimtar, alim e mendimtar. Shoqata e artistëve të qytetit i përshëndesin me sinqeritet të madh që në vend se ti i kthejnë borxhin në besimtar Hafiz Ali Riza, duke harruar intelektual të ri të Ulqinit, me dëshirë që emri i tij të vendoset aty ku e ka vendin e merituar në mesin tonë. Me këtë rast të përshëndes Haxhi Idris Efendi Demirin, kryetar i Mëshiatit të Bashkisë Islame në Maltezi, me bashkëpunëtorët e tij. Për redaktorin e revistës Historia Islame nga Prishtina, dhe përshëndes të gjithë juve. Zotën, mos në i lakodën me tona, pasi në drejtove, në adhurëm shirën tënde, se vetën tije dhe u stimat. Janë fjallën në Idris Efendis. Na dërgoj dashturin ton Muhammedin sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, për hir të cilit jemi të bu sot për të kënu me vludi shërifin poemen lavduse të lindjes dhe të veprës së pejgamberit Zotit, ati njeri, ati pejgamber i cili pa dëshim në histori e njerëzimit prej Ademit a.s. prej ati njeriu të shpellës e deri në sot kur kush nuk
pat sukses të mërej të ndryshoj shoqërinë, kahjen e civilizimit njerëzor ashtu si Muhamedi alayhi salatu wassalam. Kjo, që thash më parë, nuk është vetëm konstatim i jemi, por është konstatim i të vërtetës shkencore të sotshme në botë. Nga ana tjetër, jemi të këtu që elhamdulillah të shënojmë dhe të përkujtojmë dhe të nxirren në dritë veprat dhe veprimtaria e një figurës të ndryshme, këtij trulli të fuqinit, Hafiz Ali Riza Ulqinaku. Hafiz Ali Riza Ulqinaku, për të cilin do të bëhet fjalë më tepër, ishte një figurë e kompletume njerëzore, një figurë e harmonizume në vetë vete, e po atë harmonizim, the, jetë, bukuri, e shprehi edhe në veprën e tij, e cila do të metet e pavdekshme edhe frymëzuese për të gjithë neve. Hafiz Ali Riza Ulqinaku marrë parasysh veprën që na la mrapan, e kishte parasysh fjalën e Hazreti Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Allahu është i përsosur dhe e don përsosmërinë dhe bukurinë. Bukurinë fetare, ato shqim shpirtëror, dhe gashëtimin e fesë me jetën, se nuk ka fe pa jetë, pa të gjitha lëmit jetësore. Atë bukuri, a i mënyrë të pikatun, atë ndjenja fetare, njerëzore, të traditës patriote, i shprehi në mënyrë artistike me ante rreshtit. Në emër të kryesisë, Bashkisë Islame të Malit Zi, mund thënë se të gjithë në besimtarët, edhe të gjithë dashamirët e të vërtetës, e asaj që ka vlerë artistike, humane, njerëzore, sot në kënaqësi me këtë rast, dhe dëshiroj të përshëndes gjithëve juve që jeni këtu prezent, musafirët në punësat e Bashkisë Islame nga Prishtina, të revistës islame, Ditoria Islame që të në Prishtinë, punëtorët e shkencës dhe kulturës të art klubit të Ulqinit, të cilët bënë përpjekje që një briser prej detit të Ulqinit sot të nxjarrin e të na japin që ta shohim edhe që duke shikuar atë briser të kënaqemi edhe të begatohemi shpirtnisht e të pasurohemi për hapat tona në jetë të ardhshme. Pasi që për Hafiz Ali Rizan do të bëhet fjalë edhe për veprën e tij, ma tepër, brenda ditës sone, kujtoj që ndoshta sikur se ti ishte ai sot këtu, pa dëshim në bejt, ashtu sikur se edhe pasarësit e ti në përsokacit e Ulqinit të vonë fliqin frymën fetare, njerëzore, në bejt e shpreshin që fatkesisht i hjellim në harres,
Edhe sot do të na jepte një parasi, ndoshta që direkt nuk e kemi të shkruar. Ajo parasi është të jemi të kompletuar, të jemi të përsosur, me aq sa mundet njeriu me qenë i përsosur. Ajo përsosmëri është lidhja e njeriu me Zotin, lidhja e njeriu me jetën, harmonizimi i njeriu edhe harmonizimi i shoqërisë. E ai harmonizim kërkon që feja me jetë tjetë e mishnume. Faktisisht, po të kuptimi i jonë të cenjëve të fundit ka qenë ashtu që feja e ka vendin vetëm në xhami. Feja nuk është vetëm në xhami. Feja është pikësparit pjesë e njeriut. Feja është, nëse mundet të më thonë, shprehje e përgjithshme e ndjenjave, mendimit, po të kuptimit dhe aktivitetit njeriut e të njerëzimit. E po që se është ashtu, feja është xhami, feja është shtëpi, feja është art-klub, feja është shoqëni, feja është ekonomi, feja është politik, feja është jetë. E pasi që është feja ashtu, jemi edhe na fetar, ashtu si lyp feja, edhe ashtu si dëshirojmë të frymëzohemi edhe me veprën e poetit, alimit, Uqinakut ton, Hafiz Alirza Uqinakut. Zoti inshallah në ndihmon në rrugën ton edhe në jetën ton tashëm. Assalamu alaikum. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله ربنا الأعلى. اللهم صل على المصطفى بديع جمال وبحر الوفاء. الله 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 لا إله إلا الله وصلي عليه كما ينبغي الصادق محمد عليه السلام. الله 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 الله
صلاة تدوم وتنلو إليه مرور الليالي وطول العلا. الله 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 لا إله إلا الله. بسم الله من نزوت تصوم بعدك من تصبون كل في الوان أمنها الله كل ذاتي تصوم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. بين ورحمة بادشاه نجنا هاتينا فالعيلا
Netenoni zati hiç şüphe nukasa yanlış cibilasin şumka Ye dünyaya nuka kenun ay kayeti zekabamun meken nuka kenun jinasine san asmele سيدي الله سبحان المغفر يرني كاكا والذنوه أي كابا متنوني تجل كرار كان با Yasi zayci taşrayci sasbi Hâdet yum'ay kurnu kaz menşirin Kolda tüzras Allah mevcud cismu شرابي من ناسب كابوناي بلدينا دوت أشرفي من ناحية ذاتي عزني سنتي كركوي سياب الجنة يعلم فمن عدنا حاجة نكازاتي عزيز ذاك معارضك نكاز سامون موق زهدن كيامات الموشكرود دماؤبام والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله Ej zotni pamigjoni çdo me than një vasijet du me baj që të man Atë vasijet kur në të ndojnë me mamaj Dhe falë si me shkotera shpirtit ti ardh Zoti e falë në hirat edhe në dënja Ardi që të përmendin mu me një doan Kur do që të gjinët këtu i bajri gja Shpirti ti e t'ja kënoj një fatiha
për shpirtin e Hafiz Ali Riza Gjynakut, El-Fatiha. Ne Allahu ti kem besu, pejgamberit ti kem premtu, sot e tyre obligim, me ndërgjegje do ta kryj. Sot e tyre obligim, me ndërgjegje do ta kryj. Fal namazin me respekt, se që të japim për çdo vjet. Ramazanin e agjinojnë dhe bajramin e festojnë. Ramazanin e agjinojnë dhe bajramin e festojnë. Për bajram presim kurban, pasuri ato që kanë. Kur është të mare madhe, kish me qenë haxhi në Qabe. Kur është të mare madhe, kish me qenë haxhi në Qabe. Qindi Zotit jetisi ademin, forit e shoj e goditi alimin. Hazreti Ademin melek kur e fal, forit e deshtën em të gjesel dhe i val. Por shejtani nuk njëgjaj me i bajtat, Zoti lanetat e vani ma të sat. Prej zjarim jet mu e mike jetis, one jam ma i madhë se këtha përnis. Bani qiver ma të qastet gjet belan, fojt u benu por ati fajde si ban. Kush do bani qiveve din të mata ban, por si shejtanin Zotin anet e ban. Dhe shejtani ti qka këta ati ban, Hazreti Ademi shumë i qëram i ban. Nurin e Muhammedit në balja dhan, i e kën nur ashtë mi kote mi dhan. Mase me i ke Hazreti avaja shkoj, mja disa mat nurin e në balë të saj. Lau Hazreti shiti nurin rajvel, edhe në balë të ti disa vjet shkojën nej. Edhe Ibrahim ka Ismailin nej, fjallën jatën gjithë një kani me i përmen. Gjithë pejgamberet një kani i kërkoj, deri e di Zoti ke aj nuri shkoj.
Gjithë pejgamberet bani morin vaj, vajt ka I Zot, nuri gjithmonë zjetë karar. Sa do t'i jemi të mushun në gjuna, shumë do I t'i bën shefat ai pa disha. Hadi janë si ka me qenun atjet, në qatë që nuk në bën kabune për mes. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. Allah dine menafat luteni tümenanca büttümüne baş menafat la ilahe illallah. Allah Allahu ve Rabbuna la ilahe illallah. Allah Allahu ve Rabbuna la ilahe illallah. Bedekan sütne dünya mas bedesuz muşmet ba. Lutemi tüditen la ilahe illallah. Allah Allahu ve Rabbuna la ilahe illallah. Allah Allahu ve Rabbuna la ilahe illallah. Trasim tümen adihmo prej dünjas me nalagu. Çayres ka gayret baba la ilahe illallah. Allah Allahu ve Rabbuna la ilahe illallah. Allah Allahu ve Rabbuna la ilahe illallah. Amine ama Muhammed Mustafa's prej asaj erdhë ai diell I gjithë dynjas. Në hak të asaj shumë nishane u bon beli, prej sa dhe fjene ajo kokër ingjit. Kur prej Abdullahit hamile u ba, vakti jariti me ardhur në dynja. Por tu afru javë e dit u ban tamam, dhe ati zat shumë alamete ju pan. Në mujt Rabiul Evvelit urdhënoj menat, e hanin rama ishte 12 anat. Dha e ama posh një heqmet atë nat, por si djeli posh një nur qendrit të fart. Në pakujtim posh prej shpije doni një nur, derin qiel gjithë dynja ja mush me nur. Ja nur Muhammedin il-Mustafa, edhe në heva ushtruhe një dërshet,
prej me ndafshit ai që e shtroj një melek. Erdhen 3 bajrak edhe unë gulen vet, gjithë e cili vajtë në vend të vet. Njani kullin, njani unë gull ku prenon, njani për mikun të qabës shkoj edhej. Mire dita aj Muhammed Mustafa u afrue për me ardhur në dynja. Edhe melek prej qiellit saf, por si qabën mu e shpit ma bon taf. Edhe muri shpis u qaqut bona unë, prej gjennetit 3 hyri erdhen ke unë. Rretërat meje u stolën tu e thonë, mëjde jepshir për Muhammed Mustafa. Ky zot nisi djali adhurit me thanë, në një nanës zoti kujt nuk ja ka dhanë. Ky devlet një lumjatin e fatë bar, prej vujudit ta më ky zot një për me ardh. Ashtë një zot një ka me thirë njerëzit një iman, ky që po vjen të miren prej të keqje e dan. Ujet e ti janë ka një tuj mi thonë, edhe ati nuri qumë rabibet i banë. Amines vakti arriti e u ba, për me ardhur Muhammed Mustafa. U e qola tha kish hararet ma të zaman, pruj një mashtrat plot me sherbet mu ma dhan. Ma iftoft se bora ma i bardh për një med, ma i amër se shqetjeli kishte qenë. Si e piva shtati e mu shmenur, s'mujta me ba farbi vujudin të menur. Erdhe një zove me krat e varë ku ishe vet, shpilet e me mashte moj me shumë të vet. Unë i quve jeta kur në aj rësor, qela dhe tok ma zash po më shmenur. Kush do të donë prej gjennemit në gjatë, le të bintuj qa me lotë aj salat. Sallu alaihi wa sallimu taslima, hatta tanalu jannata wa na'ima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مع ليالي واحدة وجب الشكر علينا مع ليالي واحدة أيها الملك فينا جئت بأمر مطاع جئت شرف المدينة مرحبا يا خير ذا جئت شرف المدينة مرحبا يا خير ذا أنا بيوتني بوناش دريتي بريتني كل هذا ما كفرش بيتا قيمة دسات بيناي مصطفى ما كفرش بيتا قيمة دسات بيناي مصطفى Gjithi thojshin mirë sardha ja Mustafa mirë sardha baftën alti lumiti këti dawlajti kur s'ja karitun si ti mirë sardha gjannati sadu stolis mirë sardha I dashunit përëndis mirë sardha manhami zamrat ton mirë sardha ajnë qeni syrët ton sardha qajnë në shpirët ton mirë sardha dërmoni I dërbët ton mirë sardha ajni gjëllë dünjas mirë sardha ilaqin zavës fukaras mirë sardha për ummeti ja uzdaj mirë sardha të mështirat ja u ban kolaj mirë sardha këtë dushti për ummet mirë sardha prej gjahannamit I prat mirë sardha I ban shëfat ummetit tan mirë sardha prej gjahannamit I largon mirë sardha ummeti attu e qamalot bon që kejni të në ramon salavat الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله كثير دلال القرآن بمحمد الإله كثير دلال القرآن
على رسول الله الصلوات كل ويزاتني أغزو بردرو بريج مالي في دنيايا وكشو شاشي Çet melek müjdeyi var Son teoni zarçıvan dini tamam Kore pae ama preye vediti Mendja prejkre Shkoj e përsi Kur shishon shishen me sy ato hyri Edhe biri nuk e pa kur shkoj se dhi Mendoj që hyri t'jagan e Por tu mama zona jo për atë mi Rete reshpije e kërgoj tu ishe qo Kur shqishon e një qo shpije kishe shmo Të don prej gjennemit në gjatë Le të bijen pejgamberit salavat الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله Qo prej gjomit more vla Hagdi zarim daq merba Prej dunjas dona muda Hagdi zarim daq merba Një di plodë vjene dyshmunda Me nane mali gjithë shka ka Edhe shtatin shok e vla Hak di zërin daq me pa Hak ja Allah ja Mevla
me ta palon këtë dunja, gja dobi në vorë nuk ka, vetën do t'jetë tjetër s'ka, hak di zërin daq me pa.
اللهم صل على المصطفى بديع الجمال وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الوفاء وصلي عليه كما ينبغي الصادق محمد عليه السلام الصادق محمد عليه السلام صلاة تدوم وتبلغ إليه مرور الليالي وطول الأيام مرور الليالي وطول الأيام Ne Allahu ti ken besu, pejgamberi ti ken fremtu, Zot e tyre obligim, me ndërgjegje do ta kryj. Çdo te tyre obligim, me ndërgjegje do ta kryj. Fal namazin me respekt, se që të japim për çdo vjet. Ramazanin e agjinojnë dhe bajramin e festojnë. Ramazanin e agjinojnë dhe bajramin e festojnë. Për bajram presim kurban, pasuri ato që kanë. Kur është shenjtë mare madhe, kishë me qenë haxhin e Qabe. Kur është shenjtë mare madhe, kishë me qenë haxhin e Qabe. E Allahu ti ken besu, pejgamberi ti ken fremtu, Zot e tyre obligim, me ndërgjegje do ta kryj. Çdo te tyre obligim, me ndërgjegje do ta kryj. Fal namazin me respekt, se që të japi